Janë vendosur në funksion 2 shtëpizat e mbështetura, të cilat janë në brendësi të Spitalit Psikiatrik Alimi Ali. Janë këto 2 strukturat të ndërtuara së fundmi në Spitalin Psikiatrik Jugor, të cilat vinë në mbështetje edhe të përgjigjes së rritjes së shërbimeve, por gjithashtu dhe numrit të lartë të pacientëve, të cilët marrin ndihmë mjekësore dhe janë rezident në këtë të fundit. Bëhet fjalë për 2 godina në të cilat qëndrojnë pacientët rezident, të cilët prej vitesh marrin ndihmë mjekësore në këtë spital. Shtëpizat funksionojnë të ndara, një si pavioni i djemvëve dhe burrave dhe një prej tyre si pavioni i grave dhe vajzave. Sipas informacioneve, godinat kanë marrë formën finale, teksa në to janë ndërtuar edhe parametrat për të ofruar kushtet tek pacientët. E para, e cila u vendos në funksion, ka qenë godina e grave dhe vajzave rezidente që marrin ndihmë mjekësore çdo ditë në Spitalin Psikiatrik të Vlorës, dhe më pas është vendosur në funksion edhe godina e djemve dhe burrave rezident në këtë spital. Kjo për shkak se godina e tyre ishte më e madhe në hapësirë dhe kërkonte më tepër kohë për ndërtimin e saj. Godinat kanë përfunduar së ndërtuari në total 2 muaj më parë, teksa më pas sipas informacioneve është punuar me mobilimin dhe plotësimin e tyre me elementet e nevojshëm. Si pjesë e rehabilitimit është prekur edhe territori, i cili ka marrë një pamje kritikisht të re. Në brendësi të tyre është instaluar dhe sistemi ngrojes, ftojes, por edhe ai i ndriçimit. Ky është një projekt i cili realizohet me 100% financim nga buxheti i shtetit, me vlerën e investimit total 1.5 miliard lek. Në spitalin, i cili ka në total 200 shtetër dhe mbetet Spitali Psikiatrik i Jugut.